mos më qetë edhe shumë ngrim, se po tani po më ndjek këtyra. Edhe bënëm amanit kohë, sa ma dishin një partenit hollë që të ma. A jam ka duk në mirë? Regjia, këshirën e dritë e kina ro anën e majtë. Në regulla. Edhe ka mësive më ma qitë që të goj, më gjiru fjanës të majtë, që shumë më do këtë goja, shumë groplan është, keq e kam gojen. Në regull, prej nartit gjirojmë, s'ka problem. Jo që na i sen, për gjithmonë për ja kam mërzdi për shijet keq, se dhe më shku me bë operacion në Turki. U haver, ka dole më që ha bo kështu? Ka dole të si diskotekë, o vlo, si jem kriminera këtu, për regull është, ka dole më si jem zërë. O, grimera është kjo, o haver. Regull. Ka dole më rrëllo, së parë që apo do këmi kriminera është kjo. Mi mrama, je veç të zotni. Edhe ti. A mu i dull? Ja, ka dalesh. A është mi ube kë bodyguardi? Po. S'ka nevoj, apo të me apliku dhunë. Në regull është. A do një pa grimi, apo? Nuk ka nevoj. Jo, nuk ka nevoj për krem se... O, haver, ka dole se s'jetoj shumë për të vrapës. Nuk ka mirë që shtu për bodyguardi, si gjerish për dhëmë. Po shkojnë për 5, 4, 3, Bënë, pa emocione. 1. Andi. Shikues të nderuar, mirë rama. Po e filloj me misionin më të gëzimshëm Kosovë, vdekje korupcionit, liri popullit. Shëndetësia në Kosovë është 70% e korruptuar dhe e degraduar. Këto janë raportet tona të fundit dhe shihet qartë edhe në ekran që shëndetësia është në rrezik permanent nga njerëz të papërgjegjshëm, shihet që spitali në gjendje katastrofë. Ky është një aneks cilin ka qenë për kirurgji vaskulare, e kam privatizuar, shihet qartë në ekran. Dhe ka mungesë të insulinës, të infuzioneve po ashtu, edhe nuk gjinën kërkan Kosovë që mungesa e insulinës, vdes pacienti, nuk ka insulinë, nuk ka infuzione, 12.000 pacienta kurohen në spitalet e Kosovës. Pyetje konkrete, pse nuk ka infuzione në spitale? Po jo, përgjigja urdhëni. Mas pari, përshëndes këtë emision shumë, të guximshëm. Faleminderit Havert, përshëndet edhe misioni ty. Edhe, sa e përket infuzioneve, është e vërtet se ka pas pak një vakum, një mungesë të vogël, po ajo nuk është përgjithësi e zyrtarëve të shëndetësisë, po është problemit e transporti, se jo nis 6 shlepera me infuzione plot, edhe pa përgjithësia shoferit, rrugët e këqija, janë dalë për rrugë, janë shpërthy, janë tunë, janë halakat, janë shalakat, e qashtu nuk janë për momentin për të rem. Zyrtar nga opozita, reportet e shëndetësisë në Kosovë, sidomos në kryeqytet, funksionojnë nga emergjenca, pediatria, kirurgjia vaskulare, abdominale, deri te infektiva. Dhe gati, po thuj se çdo ditë vdesin 3 pacienta nga ju. Nuk pajtona me juve, sepse vdekja që vjen në spital, që vdesin pacientat, na nuk e caktojmë jetën ose vdekjen e pacientave. Pacientat vdesin për natyrës, ka thonë Zoti. Qashtë të vjegjelit. Edhe nuk pajtona që nuk ka barna në spital. Në spital ka barna. Shkon pacienti, urna, qaki, thët qëto barna. Delan i rrugës, i blen barnat, kthehet në spital, shërohet. Qashtu, pikërisht këtë të frita, sepse me dalë anë i rrugës, janë banatorët e juve zyrtarëve të qeverisë, i kini banatorët e juve, edhe kini bona sa dush. Sepse ju e menaxhoni komplet farmacinë në Kosovë. Ju lutem, ato bërnatore, unë në bërë nuk kom i marë. Ato janë bërnatore në shërbim të popullit. Edhe infuzionet, ma kollaj njeri dele e merë në bërnatore, që një qmim simbolik se u më të typi kafe për pare për infuzion s'po kjeni. Se me prit aty edhe spitalin merë nu, apo më kuptan. Përgjigje... Jo përgjigje, po është kjo aksiome, vërtet. Përgjigje saktë zotëri, do me thonë spitalet janë bosh, pa infuzion, kurse banatorët e juve full. Her bosh, her plot, mbarësisht prej rrugës edhe motit. Pikërisht këtë ju frita edhe këtë përgjigje më dhatë konkrete që banatorët janë t'juve, e thatë në gojtë juve. Shërbim popullit. Do me ta bëdhë një pyetje zotëri. Urdhoni. Aparatin e ehografisë, që kushton 36.000 euro të buta. E vërtet. E vërtet,
e keni marrë nga spitali dhe e keni çuar në ordinancën tane private. E veç këtu e keni bo një gabim në hapa, kishin me thonë në lojën e Je, basketbollit. ke shumë me kamion, dhe se kena shumë hapa. Veç t'ju tregoj pak se unë gutet. Aparati ka qenë i prishur. Unë e kom marrë me paret mia, si njeri që më shërben popullit, e kom qu edhe e kom kuru, e kom drejtë, më falni për këtë fjallor. Edhe mandej, mos me qu në spital me njerë me ditë, se sot mi është rritë rajnë, a unë drejtë ajo e kom qu veç me provu në ordinancën teme. Edhe me fillu me punu me pacientat e tu. Ja, me provu edhe me aktu i spitalit, po tani ka ndonë një problem që tregon... Jo, veç një sekundë, se shumë përgjigje mirë, dhe mon pe pranoni që keni që aparatin Me provu, me të Bravo, faleminderit shumë. Edhe jo zotri aparatin e rezonancës magnetike, që kushton me 1000 euro, edhe ju e keni që të shia me provu. Të bëhemi sinqert, për aparatin unë jam përgjegjës. Se edhe ky pozit, unë e opozit na bashkë jem. Qa ty jeni, një vend? Jem të shërbim të popullit. E vërtet? E kom marrë aparatin, e kom qu në ordinancë tem, thashtë të testoj. Po djali agjës tem, për pa kujdesis e ka shti aparatin në 3 fazë, edhe u djegë. Mandej e ka marrë këy me korrigju, po shpresojmë që ka më rregullu. Po ka qenë në shkolla, nuk ka kryer adekuate. Faleminderit shumë, ishit shumë qartë edhe po shihet qartë shikues të nderuar se aparati është në gjendje shumë tronë psiqike dhe po shihet qartë ku është, këta e posedojnë. Faleminderit shumë për përgjigje. Po e kam edhe një pyetje për juve, gjithashtu edhe ambulantën e keni marrë dhe keni shfrytzuar edhe në përdarsma. Plus ke bajt dru me ambulantë. Jo, kjo nuk është e vërtet, kjo nuk është as pak e vërtet. Ne, një pacient o konë shumë i smut, ka qenë mas pari i acarum edhe pe i dim një cene, ajo o konë një donacion i krejt mjekve, po nuk kena pas mjet të transporti, e kena që me një kërë që është dytësor, do nuk është i rëndësishëm, i ndimës shpejt. Faleminderit shumë. Gjithashtu kam edhe një pyetje konkrete për juve. Kjo vlen për të dyve. Në spitalet e Kosovës nuk ka pej. Kam qenë unë dëshmitar aty, është bë operacioni, pacienti u qelë në sallë, pej, mungesa e pejve. Men që me përdor penin nish, keni përdor pej 6 edhe keni marrë pikantave të vërdogët, se nuk ka spitali i Kosovës pej. Përgjigje konkrete, pse s'ka pej? Po, për pej, brema, po flasim edhe jeni pak jash për kështu në debat, po... Kjo fjala e popullit. Po, mirë, po t'ja, ki po filmin e Rambo. Cilin film? Nisë na dyshin. Jo, të reshin, aty kur bjen për helikopterit e shkyjet e krejt. E kom po. As doktor, as dresht bileti, as hamam, as hyrë edhe njeri kjepet me pejt peshkut kjepet. Edhe pështon, edhe lufton për kauzën e vetë. A na, jo që si penni, jo nesh, jo dysh, jo tresh, po jeni të ranubre, po si qitë e lisa, ja qëtë 28, a 30 repet, bon kling, 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 kling. E vërtet. Mësë këqeni me gjithë kime në vola ile. E vërtet, ki drejt në përgjigjen tuaj, sepse let kepëm vëlla pacientat, ka edhe pej maka, ka edhe vunica, do me thonë thjesht kep në bëne qarën, shihet qartë zyrtar nga opozita që spitali ose spitalet, shëndetësia në Kosovë, është 70% e korruptuar dhe korrupsioni është deri në fyt. Ju lutem një përgjigje shumë konkrete, këtë korrupsion, pse e keni prunë këtë gjendje? Korrupsioni nuk ka korrupsion, ka vështërsi, ka mjekët e kryjnë punën e vetë. Ne mundohemi me bo më të mirën. Është e qartë se ju i detyroni mjek për një termin 500 euro, për operacion 3000 euro. Ja, unë nuk di kur gjo, për këtë pyetje, më zotri. Zotri nga pozita, ju në spitalet e Kosovës 500 euro është termini, kurse operacioni për mështim ma shpejt është 3000 euro terminin, edhe ju e paketoni në salë, e qelni, e mshelni, dikon tjetër që e keni qelë, shkoni, e shtini kështu, në mazdere, e leni aty, deri sa t'i bjerani mjaja paret. Unë e këtu informata nuk i kom, si kur t'i kisha, e tha dhe zyrtari, si kur keni ju emra, veç të më tregoni kërejt i burguesjone. Po unë e di që na kemi mjek devotshëm, njerës që ju kanë betu Hipokratit, njerës që i përmban edhe këto kushtet i jashtëzakonshme filijohen për popull, për ata jetojnë në lëkur të pacientit, e vetëm për një shëndetësi në Kosovë. shikues të nderuar, shihet qartë se korrupsioni në shëndetësi i është 70%, po është 170%, dhe shihet konkretisht që këta kanë prunë në gjendje të rëndë shëndetësinë në Kosovë dhe populli po vuan dhe po hjek, shihet qartë që kemi bëjmë me 2 matrapaza dhe 2 njerëz që janë të papërgjithshëm. Shkojmë pak për marketing dhe së shpejti kthehemi me emisionin tonë më të gëzimshëm, vdekje korrupsionit, liri popullit.
Falë më shpak. A ishte krejt që kjo live? Drejt për drejt, ha? More ti që të koke për me mojt kështu ders shumë i mirë, ti po deshe me mojt fjallime Jo, po mira. pyetje, do të mi bë pyetjet Jo, shumë, po shumë me të çmume. vërtet i e kam pëlqen, more djallë ti ku. A pjo pëlqen emisioni për më? Qysh po më pëlqen i mrekullueshëm çfarë fjallimi ka shi popullit dhe me këshirni matrapoza. Ketë në rregull, është zotni se ketë të pyetje janë të popullit, nuk janë asgjë të mjaftë. Ashtu Kush t'i dha më këto pyetje? Këto pyetje janë të popullit edhe i komorën në internet edhe thjesht do të më bëj juve se spitali në gjendje katastrofë. Po edhe për kejt kishe informata, për aparata, për banatore, për infuzione, për... Normal. Numrin e komës e atin sa kom? E kam, e ki 41, po e vërtet është. Jo, kjo 45 deri në 7 varieron prej hezit shkelmit kur të ha gëjës për me ta ndreq pak gëjen. Po më doke ta dridha terrenin haver, ha? Madridhet që ta është ta deridhe unë e ty havon. Hajde veç pak, hajde hiq ma se sën te baj ma. O haver, O ka dorë, o havar. Ma shkin shumë o haver, shumë gëzë ma shkin gëjë. Më sem për o. Shikues të nderuar, shihet qartë që dy bashkëbisedues tanë pozit janë të përgatitur, janë shumë inteligjencë, shihet qartë që shëndetësia është më mirë se në hotel me 5 yje, e shihni këtu edhe në ekran, ka lulëzue shëndetësia, spitalet po lulëzojnë, shihet që është në spital me shku, kënaqësi shpirtërore sikur me hi në hotel me 5 yje. Apeloj të të gjithë pacientët që të kenë kujdes, në spitalet tona ka barna, ka infuzion, ka insulin, ka kurim të shpejt, doktora profesionalista, të cilët nuk marrin asnjë cent për me ushurue. Ja apeloj të gjithë ata që dëshirojnë të shkojnë në pushime dimrore, mos shkoni kot, po shkoni në spitalet tona, të cilat janë sikur hotelet Dubajt, prej shtetërve të shkabinave e deri te vadimandillat. Faleminderit edhe njëherë zyrtar nga pozita dhe opozita për kohën e juve të çmuar që erdhët sonte, po populli nuk i merr vesh këtë gjona se ata po lipin kushtet jashtëzakonshme, kështu që faleminderit që e ndat kohën me Gigjën në emisionin Pa Korrupsion. Faleminderit. Faleminderit. Shikues të nderuar, faleminderit që na ndoqët. Ky është emisioni jon i parë. Shpresojmë të shihemi në emisionin tjetër Pa Korrupsion. Natën e mirë. Bravo! Po sutot amadorën. Amadorën, bravo. Fshiq të pa. Bravo, bravo. O, Urime edhe njerë. Qështu duhet, bravo, djallë për smari. bravo, nuk kanë rregull me sjell ashtu. Nuk kem sjell na populli. Po çfarë populli mëne? Po, edhe grushtat janë populli. Jo, vllai keni sjell popull, veç për të kallëzoj brigja keni. Rihort, a je edhe për një runda? Rihort, hajde me Ja, pita i nuk kam mirë kafe, që me thot. isana. Hajde, Shkojmë në pika i ka. Jo, kafe faleminderit se. Hajde edhe një direkt ta qesim. Hiç faleminderit shumë. Veç, ai që inshallah Zoti ja u kthen. Regjia, a këm shumë varë në ftyrë? Apo më qenë në kirurgji?